e shqiptarëve. Por ky jam shumë i kënaqur ta shpreh sot pas gjithë asaj përpjekje intensive në një negociat jo të lehtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, është buxheti ynë. Është buxheti i Aleancës për Shqipërinë Evropiane, është buxheti i Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, është buxheti i asaj pjese të politikës shqiptare që solidaritetin e ka vlerë dhe parim të panegociueshëm. E pra, ky është një buxhet solidar. Është një buxhet solidar sepse çdo shqiptar, çdo familje që bën pjesë në kategorinë e shtresave nevojë do të përfitojë drejt për drejt para për të subvencionuar 10% të faturës së energjisë, si dhe për të subvencionuar produktet bazë të shportës. Ky është momenti kur jemi ende larg një shteti të organizuar, institucionesh të qëndrueshme dhe mekanizmash për të garantuar instrumenta agresiv punësimi dhe nxjerrje nga varfëria nëpërmjet punësimit. Kjo i takon vitit që vjen dhe viteve në vijim, por ky është momenti kur ne duhet patjetër që të subvencionojmë me para në dorë energjinë me 10% faturës për gjithë ata që e paguajnë dhe që janë në kategorinë e njerëzve nevojë dhe po ashtu edhe ushqimet bazë të shportës. Që do thotë për më tepër se për gjithë të kategori edhe taksa, si që jemi zotuar, tatimi i vlerën e shtuar për energjinë elektrike dhe për produktet bazë shportës bëhet zero. Zero që është njësoj si ato zerot që fola përpara me cilat janë tallur dhe na kanë shpotitur shumë, por që nga 1 janar janë zero në xhepat e atyre që për këto zotime na kanë votuar. Po dhe të atyre që nuk na kanë votuar duke rënë pre e propagandës kundër këtyre zotime. Janë plot $110 milion që do të vijen në dispozicion të këtyre shtresave, të këtyre subvencioneve dhe të këtyre zotimeve. Dhe që do të lehtësojnë frymëmarrjen e këtyre njerëzve duke u dhënë mundësinë të mos jenë ilegal, duke u dhënë mundësinë që të mos i fshihen detyrimit për të paguar energjinë, edhe pse ata janë të fundit që mund të kritikohen për këtë gjë, se e para është qeveria e Shqipërisë që ka trashëguar faturat pa paguara të energjisë. Të dytët janë kompanitë e mëdha që nuk paguajnë energjinë, të tretët janë bizneset e vogla që s'paguajnë energjinë, të katërtët janë të rroktarët e shtetit që s'paguajnë energjinë, të pestët janë ata që kanë ndërtuar shtëpia rreth rrotull Tiranës dhe qytetet mëdha dhe s'paguajnë energjinë, dhe të fundit janë këta për të cilët po flasim, dhe pikërisht pse janë të fundit, ne do t'ja u japim parat në dorë për çdo faturë energjie që do të paraqesim duke hequr plotësisht taksën e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe duke ulur 10% faturën. Sigurisht që ne nuk i fshihemi, përkundrazi i dalim ballas, edhe rritjes së aksizës cigares, dhe kam dëgjuar shumë, po nuk kisha dëgjuar ndonjëherë atë që dëgjova nga opozita e sotme dhe qeveria deri djeshme, se kjo qeveri ka hapur luftë dashamirësve të duhanit. Këtë nuk e kishim dëgjuar. Lufta me dashamirësit e duhanit ishte një nocion që na e dhanë këta që se kanë fare haberin dhe për më tepër që duke pasur për kaq vite një mjek në krye na pas kanë stimuluar dashurinë me duhanin. Ndërkohë që ne
do të arrisim akcizën e cigares dhe do të dekurajojmë pirjen e duhanit. Fakt. Kush pi shumë duhan dhe ndjehet i luftuar nga ne, me siguri do të na e di për nder, nëse do ta lër duhanin, do të marr frymë më lirisht fal nesh. Ashtu si kundër pijet alkolike dhe pijet energjitike, ne do t'i vendosim në akcizë më të rritur. Të parat, duke u rritur akcizën... Vion të flasë kryeministri Rama në